Dy nismat e shumë diskutuara të paqes fiskale kanë marrë dritën jeshile pasi presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj i ka dekretuar duke hapur kështu rrugën për hyrje në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare. Ligjet parashikojnë përfshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore, si dhe lidhjen e marrëveshjeve fiskale mbi bizneset. Sipas paketës së miratuar, bizneset përfitojnë faljen e mbi 2 miliard eurove gjoba dhe kamat-vonesa për detyrimet e krijuara deri në 5 deri në 10 vitet më parë. Po ashtu, parashikohet ndërhyrja në pasqyrat financiare të viteve të kaluara dhe mundësia për të lidhur një marrëveshje fiskale për vitin pasardhës, ku biznesi pranon një rritje fitimi prej 18% krahasuar me vitin aktual, duke penguar një tatim 5%. Në këmbim parashikohet edhe mungesa e kontrolleve nga administrata tatimore për periudhën e marrëveshjes. Këto masa janë kundërshtuar fuqishëm nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe dhomat e huaja të tregtisë në Shqipëri. Sipas tyre, për një vend që synon integrimin evropian, lufta kundër korrupsionit dhe evazionit fiskal duhet të jetë prioritet, ndërsa një paqe e tillë fiskale rrezikon të minojë parimet e konkurrencës së ndershme dhe disiplinës fiskale. Nga kjo paketë pritet të përfitojnë mbi 207.000 biznese debitore. Patimi i ligjit do të nisë menjëherë pas miratimit dhe publikimit të akteve nënligjore përkatëse. Presidenti Begaj ka dekretuar gjithashtu edhe 5 ligje të tjera të paketës fiskale që shoqërojnë buxhetin për vitin 2026, përfshir ligjin për sistemin e taksave vendore, ndryshimet në ligje për procedurat tatimore, për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, si dhe ndryshimet në ligjet për tatimin mbi të ardhurat, të vëshën dhe rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Megjithatë, deri më tani, i vetmi ligj i publikuar në fletoren zyrtare dhe për të cilën dihet qartë mënyra e zbatimit është ai për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme.